Kush është bona? Ajo është bona, atë do marrin dhe mami. Mos e merr mio. E mi. Jo, të s'ma bën tërvaj. O Arli, që janë ato? Petët. Kush t'i solli petllate? Nëna. Kush nëna? Nëna buqa? E bonë pettlat. I hanë tire? Duato. Nëna, erdhi që të solli nëna? Nëna në solli petlla. Tani, nënës që do t'i japim neve? Nente. Një më një banane. Daj t'i jap mamit ca banane. No. Mirë, do t'i jap vetëm një. Ajo I do të gjitha. Jo. Po gjio. Jo. Po I qonë Mirë, është ja mua. mami, do t'jap unë që ka të bluzën e Idit ti. Gjyku një pjandon. Jo. Merë timin, atë që pinë roz timin, lishe ti ma. Jo. Po I kam gjanën mami nëra. Jo. Mirë, që do t'japim nënës? Nente. Po ku me një ndërë? Anke gjanë ti mua. Jo. Mua, Jo. nuk më ke. Mirë. Nena jo. Po pse I ralim kjo urem? Ti më ke gjanë, unë t'kam zima. Do me të zëtë mija. Nuk I manë, no, bashka ka. Merë mikroonde ti nëna. No, e ka quni. Nana nuk me rasi O gjaj, ka di që do quni që. t'japim të kanë, do t'japat panetonen atije. Jo, e të qune. Nuk me nena, si gjaj, nena I bje. Ja, se do t'japim. Di që do t'jap ma. Do t'jap ekspresin. No, do bëj kafe. Do bëj kafe, babo. Hajre tire, që do t'jap shnenës rra. Iq të. Nem, iq. Ja, se jap unë prit në Rejta, mos e lo. Do t'jap, a di që do t'jap? T'jap këto. T'jap nënës këto. Ose. Kjene një panelja nuk do. Ja, o ma, di që do t'jap. Do të bie çuni kjo, do Ti ke bëj. të marrë një trigotilti. Ja, marrë çuni me Moriti mo. Mirë tende. Lëllë më se fokë. Do më jap Jo, shumë. taj une. Qandi? Se? Si në to zëtë mija. Po nuk I merr nëna tënde, nëna vetëm të blen ty. Vetëm sjell nëna. Dhe kështu. Kjo e mbron shpinë, bravo. Mi ka quni shpinë të bukur. Kush ta ka bërë shpinë e bukur të dhe? Lazilogi. Kush ta bërë me dhe? Lazilogi. Sa i zgjoj? Kush ta bërë? Mos ka qunë, mos shumë ka me. Nuk bie di Superman. Moj qunë, moj. Moj, ndër të këmorë, në Kush ta bërë shpinë bukur të? E bërë babi shpinë e bukur. Kush e ka thorin? Se ti kësërbi të në. Kush e ka? Lazia. Nikoli. Nikol, Brian. Kush ta bërë shpinë të? Of, dek shaun për ty. In compagnia, tanta gioia, tanta c'è scende il nostro cuore. Buon Natale, con il dolore, buon Natale, col panettone. Suoniamo, festeggiamo questo giorno di Gesù. Lero, lero, suona così. Lero, lero, si canta e cantano. Aspetta. Buon Natale, allegria, buon Natale, di compagnia, Ti bërë të pjatë. Edhe pjatë, na, jo të jo këtë. tanta buona
Vete pjata. Vete pjata. Na. Dammene un'altra. Fammi da lavare. No. Vai, andiamo. No, lei la tiene. No, lei la tiene. No, lei la tiene. Buon Natale, in allegria, buon Natale, in compagnia, per i bimbi, per i grandi, per le mamme e i papà. Da donna, buona volontà. No, aspetta. Buon Natale! Buon Natale! No. Ti piace questa canzone? No. Vai, si canta, su, brindiamo! La verso di giù. No. Guarda che bello. La città questa rata. La città si vesta col vestito di gran festa mentre cadi dalla neve scende giù. Sono le campane e le vetrine sono piene, mille luci si riflettono qua giù. Mangia questa che è buona. In Natale nel portone, in caserma e di stazione, gridano tutti con soddisfazione. Veramente? Cosa stai toccando? Cosa stai toccando? Cosa stai toccando? Aspettami. Chi è? Come chi è? Cosa sta toccando? Aia! Dov'è la Dada? Fatti vedere Dada. Cosa stai toccando? Hello. Cosa sta... Arli, guarda, di là la Dada. Guarda la Dada. Cosa stai toccando? Jeta e mia, ju do ma me shumë, pasuria e jetës time, o zoti më. Guarda. Përshëndetje miq, mirë se erdhët në një tjetër vlogmas. Me sa mbaj mend, do të jemi tek vlogmas 19. Mirë se erdhët. Unë dhe Arli sa po jemi zgjuar diku nga ora 10. Dhe më pas kemi bërë telefonatët e mëngjesit që janë gjithmonë me baba Marilda dhe me nëna Buqe. Gjithashtu edhe me Migene. E kemi mëngjes rutinë këtë gjë. Migena ishte në punë, nëna Buqe ishte duke bërë punët e mëngjesit. Edhe babu ishte në punë, edhe unë tani jam këtu sepse do filloj të bëj që këto punët sipër, kafen e kam pirë, adetet e mëngjesit i kemi bërë,
Edhe thash okej, ta hapim kamerën dhe t'ju marrim dhe sot në vete, duke qenë se jemi tek Vlogmas 19 edhe shumë pak na mungojnë. Unë do t'i bëj deri në datën 25 Vlogmas, sepse këtu në Itali Natale është në 25, 24 është Vigjilja, edhe më pas do keni vlog. Nuk e di se kur do t'ju risjell vlog, por di që do pushoj, do bëj pushime, do kënaqem, do organizoj punën për në janar, edhe do shijoj familjen time, festat edhe po. Tani po mendoja të bëja një pastiqe për drek, edhe po, edhe hapa kamerën, sepse thash Alketa, është ora akoma tek 10:30. Filmo pak nga mëngjesi. Edhe duhet të them që Arli është pak më mirë, faleminderit Zotit. Do bëhemi më mirë, jam e bindur. Dhe po, ju falenderoj të gjithave ju që më keni dërguar mesazhe, qoftë edhe në komente, qoftë edhe në privat. Alketa si e ke djalin, e vlerësoj shumë, faleminderit shumë për gjitha ju që interesojeni për ne. Qënë që mirë dhe paçi shëndet kudo në familjen e juaj. Ju kam shumë xhan dhe jam kaq e lumtur, ndjej kaq shumë dashuri ndaj ju sa që e kam zemrën plot. Dhe kur mendoj që them wow, kaq shumë nëna, kaq shumë gra, kaq shumë goca anë mban botës, mendojnë për mua dhe për Arlushin tim se si jemi, si po ja kalojmë, a jemi më mirë, që po ju mungojmë edhe live. I di të gjitha këto, por duhet më kuptoni dhe mirë kuptoni, duke qenë se unë jam duke xhiruar për Vlogmas, edituar ditë për ditë, shtëpia, jo ndonjë smurje kështu e papritur. Ka shumë të reja që s'mundem t'ja zbuloj dot tani, thjesht ju them që na ndiqni, sepse përveç Vlogmas deri në 25 do shikoni shumë gjëra të bukura me ne. Do t'i marrim me vete në çdo gjë që kemi menduar të bëjmë. Vetëm Zoti na i bëft mbar. Ndisni zilen, por mbi gjitha bëni një subscribe, sepse nuk kushton asnjë gjë, thjesht është një kanal kaq shumë familjar. Unë tregoj për dishmërinë time si vajzë, si mamë, dhe punën time, biznesin tim të vogël që kam kaq shumë goca dhe gra të moshave të ndryshme, që janë klientët e mia dhe kanë ngel kaq shumë të kënaqura, dhe kemi dhe ndonjë vajzë që është akoma aty disi që ka disa problematike që pse Alketa nuk po më dalin flok, pse Alketa fytyra, durim, se floku kur fillon të bie, ja u kam thënë me radhë, nuk bie bum në një muaj jura, bie gradualisht, edhe rritja është e njëjta gjë, mos akoma edhe më avash. Edhe kur unë them që do ju rrisin flok, mos prisni që t'ju rritet floku i gjatë sa që keni. Do ju rritet i vogël, do mbinë edhe njëherë një flok i vogël nga fillimi dhe do të keni vërtet shumë durim që t'ju bëhet floku si që kishi. Prandaj durim, mos e losni veten, mos e stresoni veten. Produktet e mia unë e theksoj janë natyrale, me vajra esenciale, përdorim të gjithë si familje, unë, Amarildo, vajza, Arli akoma jo sepse është vetëm 2 vjeç, 3 vjeç për pak. Edhe prandaj keni besim, sepse çdo produkt që është në shtëpiat e juaja është provuar dhe testuar mbi ne, mbi gjitha, por sido që të jetë, Alketa ashtu disponueshme për t'ju kthyer përgjigje çdo pikpyetje që mund të keni në kokë, edhe një klient i pakënaqur, ne ja kthejmë lekët mbrapsht, por kujdes, i kthejmë lekët mbrapsht kur e ka provuar deri në 2-3 herë dhe si ka shkuar mirë, jo ta ketë provuar gjithë setin dhe pastaj thotë s'më ka bërë mirë. Sepse duhet të keni durim, duhet ikim step and step. Mbase në sytë e juaj ju nuk shikoni ndryshim, por në sytë e një estetiste operatrice holistika shikohet ndryshim. Dhe kur unë ju kërkoj foto, nuk ja u kërkoj kohë, sepse unë e vre ndryshimin dhe ndaj ju them, bëni foto. Flisni me baza, mbi gjitha për veten tuaj, pastaj për mua. Prandaj së bashku ja dalim. Shumica bën forcën, goca, let's go, se do ju bëj kukulla të bukura. Shikojnë gjithë të flokët e mi që lahen dhe trajtohen nga shampot e Amarli në studio dhe kanë këtë shkëlqimin fantastik. Që kur vajtet e parukjerja më tha do ta bëj bojën vetëm të rrënja, tha se gjatësinë e ke fantastike me një super ndryshim, do të japim vetëm pak një rifreskim, tha se nuk është nevojë ta lësh gjithë flokun zi. Dhe më tha, qa ke përdorur?
Dhe thash kështu. Dhe më tha, wow, pa hajde flasim çik të dyja neve. Na furnizon çik dyqanin, thash unë, prit. Ti thash, qofse do për vete, okay, thash, për dyqanin nuk mundem sepse unë klienten duhet ta njoh, duhet të di se çfarë gjë do, që është tek. Prandaj e kam thënë dhe specifikoj që produktet e mia janë kurative. Okej? Janë me vajra esenciale. Kush nuk ka njohuri për vajrat esenciale, mjafton që të futet në Google dhe të googlojnë. Siç janë kaq magnifike, kaq fantastike, ashtu mund të jenë edhe të dëmshme. Prandaj duhet keni një shkollë të lartë, një kur, një diplom, nuk e di, duhet keni eksperiencë, duhet keni dituri që ti u përdorni ato, sepse mund të ju djegjet fytyra, mund të bëni dëme, sepse duhen me doza të caktuara. Prandaj mos veproni në shtëpia nëse nuk keni shkollë, njohuri, test, prova, gjëra, ju lutem. Sepse vërtet janë vajra esenciale, por duhet të dish ti përdorësh në sa gram, në sa qysh, në tek, në çfarë baze, në gjitha këto. Duhet shkollë, siç e kam bërë dhe unë, 2 vite rresht, në shkollë private, okay? Dhe jam diplomuar. Jam diplomuar që edhe kur t'jem në pension mund të mësoj të rinj. Që kështu goca nuk kam dalë tu kot. Kam bërë një shkollë private që kam derdhur lek, edhe kam bërë akademin njerëz, akademin e lartë. Prandaj kështu. Tani ti unë se ngelëm pa drejt, po ngela këtu të flas për këtë gjë që është ëndra ime, dashuria ime, pasioni im. Nuk mbaroj kur sepse është ajo që çka mua më përfaqëson të jem estetiste dhe operatrice holistike. Do thonë juve po çfarë estetiste je ti, që del këtu me bizhama, që s'ke bërë asnjë gjë në fytyrë, buzë apo ku ta di unë. Ka estetiste të tjera që janë të bukura. Po, me silikone janë të bukura të gjithë, por rëndësishme është kush është e bukur në natyrë. Kështu siç e ka bërë nëna. Dhe unë do jem kështu gjithmonë, deri në pikën ku vërtet fytyra ime të ketë nevojë për një ndihmë të vockël. Por deri atëherë do lulezojmë bukuria natyrale, freskeca ime, identiteti im, siç unë realisht jam. Dhe po, që kështu çdo kush është e lirë të bëjë çdo dojë në jetën e vet dhe unë zgjedh të po thosha që thjeshtësia është bukuria më e rrallë dhe unike në këtë botë dhe të pranosh veten tënde për kështu siç je, mendoj se është një hap kaq i rëndësishëm dhe kaq i fortë sa që jo të gjithë munden ta bëjnë. Të gjithë tentojnë të kopjojnë njëra tjetrën, të gjithë tentojnë të ndryshojnë nga vetja, kurse unë theksoj atë që vërtet jam. Kësdi. Me syt e lodhur sepse kam një beb, mund të jem me ndonjë puçër sepse kam kaluar pak stres nga puna e djalit që kam pasur. Por kjo është bukuri, kjo tregon që unë po jetoj, po rris një djalë dhe jam vetvetja, prandaj dua që të jem origjinale, kështu siç jam realisht. Prandaj goca e puç, dua jeni vetën, edhe më pëlqen shumë ky shkëlqimi që ka fytyra ime nga trajtimet e produkteve të Amarli dhe Studio. Mua, i ka të bëj pastiçën se ngela këtu me ju dhe ju mua bedoni. Mua, paçim. Goca pastiçën e bëra, e ndava, tani ta heqim një copë. Ja edhe si duket, shumë e shishme. Edhe të na bëj mirë me një çikolladë, me ndonjë domate edhe ja. Hej goca, ndodhem në makinë sepse siç e pat, shtrova drekën edhe erdhi Amarildo dhe tha Alketa merret ti Amarilisin, duke qenë se dua të rri pak me Arlin. Edhe erdha unë ta marr Amarilisin, koha është gri. Marrim Amarilisin dhe do shkojmë në shtëpi, sot është e premte. Edhe kështu goca Baba Xhania më kishte konfirmuar pagesën që kështu kam punë mas dite, do bëj një porosi që ta nisim të hënën. Sot është e premte, nuk e di nëse mundem sot ose jo, sot jo, po nesër. Shohim e bëjmë. Marrim shkojmë, marrim Amarilisin se pa këti ora për ta tërhekur, shkojmë. Nisemi.
Hej goca, ty të rgojmë qik outfit checkun e sotëm. Kam veshur këto që kam marrë në TikTok Shop se më mbajnë kaj shumë ngrohtë se keni iden. Jinxes që i pëlqejnë kaj shumë Amarildos, shumë të bukra. Edhe këtë felpën që është kaj shumë ngrohtë, kaj shumë mirë, trikon. Dhe kjo është lukun, fëmijët janë aty që po shikojnë televizor, Amarildos ka ikur në punë. Edhe unë jam këtu që kam për të bërë disa gjëra gati, por nuk do ju them se çfarë qysh apo tek. Ju do ta merrni vesh pasi të ketë ndodhur. Se qysh, se çfarë, se tek, që të dini se çfarë dhe mos të mbisni asnjë gjë, mos harroni të bëni një like, një subscribe, mbi gjitha subscribe, dhe të ndisni zilen, okay? Ju tregoj çik pupat e mi, çapo bëjmë pufat e mi. Ja ku janë dhe pufat e mi. Pufa. Pufa! O pufa! Në këtë pikë të ditës sotme, mendoj se kam nevojë të pak relax, të shtrihem pakës. Kam vënë fasule grosh për dark, edhe fëmijët janë aty. Mendoj se do vë maskën, do shkoj t'ja pak gjoks Arlit, Pici. Kam marrë këtë maskën këtu, që është një ndër atyre që përdor më shumti. Duke qenë se ndjej veten vërtet tepër të lodhur. Dhe thash, okay, vendos pak një mask, edhe po rri aty të shkoj ndonjë vlog, ndonjë video të ndonjë vajze. Kam parë udhëtimin e Dorës me Edonën. Ju përshëndes. Shumë pozitivitet na falën, bravo i qoftë që kanë organizuar një udhëtim të tillë dhe janë kënaqur. Jam shumë e lumtur për to, pasi kur bësh me fëmijë është edhe më bukur të udhëtosh, se ngelen shumë kujtime të bukura. Tani jam duke hapur këtë maskerën dhe kjo maskera është kaq plot me produkt, sa që të gjithë të produktin do të thithi lëkura jonë. Dhe pasi të thithin gjithë të produktin lëkura jonë, imagjinoni një çik sa hidratuar do jetë. Unë jam edhe para ciklit dhe jam kështu, domethënë, mezi qëndroj në kënd, duke qenë se kam pas disa probleme me ciklin. E kam pas kaq shumë regular, sa që kohët e fundit telefoni im është plot goca. Ndërkohë që unë flas, telefoni im vendos vetë ku të fiket, ku të ndizet, që kështu nuk e di fare ku është shkëputur, po thosha që nuk e di sa shumë do ta mbaj, pasi kam frikë se Arlit nuk i pëlqen. Më thot hiqe, por që shpresojmë që mos më thorë gjë dhe ta mbajmë sa më gjatë. Ika tani, shifemi pastaj kur ta heq. Ta lexojmë dhe këtu sa minuta thot, 15 minuta thot. Këto. Okay. Shifemi pasaj. Kanë kaluar më shumë se 15 minuta, është thare gjitha, fytyra është akull e ftohtë, por mendoj se do jetë super duper e hidratuar. Shikoni që është këlqimi. Shikoni. Unë do ta rivendos këtu ku ju thash, pasi dua ta përsëris sot në darkë, duke qenë se këtu brenda njerëz është plot me produkt. Plot me xhelin që kishte. Mos i shkoni kot maskerat. Vendoseni këtu dhe këtu është plot me produkt. Dhe e rivendosni në fytyrë. Dhe rezultati është ky. Mund ta masaxhoni pak, ka lënë akoma produkt, fytyra shumë e freskët, po na falenderon që e kemi hidratuar dhe ushqyer. Shikoni? Është kaq e ftohtë sa se keni iden. Dhe voilà. Tani do bëj një kafe. U bëra e bukur? Të pëlqej? Grazie. Osha maskën dhe Ardi tha, ma u bëra e bukur. Atëherë, diku këtu ju them
Faleminderit që ndoqët edhe vlogmasin numër 19. Unë ju falenderoj shumë, shpresoj që t'ju pëlqejnë, pasi këto që na ndodhin gjatë ditës, këto do ju tregojmë. Dhe diku këtu ju them që shihemi nesër me vlogmas 20. Paçi!